Dhe a keni pasur ndonjë ofertë si parti për blerjen e përgjimeve? Tash unë nuk dua të hyj në çështje apo detaje, por sigurisht që ka patur edhe kërcënime, ka patur edhe shantazhime, ka patur edhe oferta për blerje. I kam të gjitha si informacione dhe kjo lloj veprimtarie mendoj unë që ka pasoja dhe ka rreziqe të mëdha nëse nuk futet në drejtim institucional, për që arsye ne themeluam gjykatën prokurorinë speciale. Sigurisht, kush ka disponon, le të urdhëroj, është gjykata, prokuroria speciale. Pra ju vazhdoni të jepni mbështetje speciales? Sigurisht që prokuroria speciale ka mbështetje politike nga Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse është prokurori e cila del nga marrëveshja e 4 partive politike bashkë me ndihmuesët, lehtësuesët e komunitetit ndërkombëtar. Zoti Ahmeti, dihet botërisht që Musa Xhaferi ka qenë i afërt me ju, jo vetëm si politikan, por edhe personalisht të dy keni qenë veprimtar televizjes kombëtare. Pas skandalit të publikuar, keni biseduar me të, si keni reaguar? Është e vërtetë që Musa Xhaferin kemi qenë dhe jemi shok familje, kemi qenë në aktivitetet të përbashkëta dhe kam biseduar, do të bisedoj edhe në të ardhmen. Ai është pjesë e këtyre proceseve, ai mbetet pjesë edhe historisë më të reje të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë.